Mica prej nesh javën fajin plakjes, apo jo? Një lëndim I vjetër, vitet që kalojnë, por ç'të themi nëse fajtori I vërtet fshihet diku tjetër, pikërisht në ushqimet dhe pijet tona të përditshme. Dhe, ja ku e kemi, ky citat e kthen gjithçka përmbys. Pra, problemi nuk është thjesht konsumimi mekanik I kyçeve, por një çekullibur hormonal I thellë I shkaktuar nga ushqimi. Fjala kyçe këtu është insulina. Le të shohim se si sheqeri e vë ato në lëvizje. Atëherë, cili është shkaktari kryesor I këtij inflamacioni të vazhdueshëm? E po, të gjitha provat tregojnë për një përbërës të vetëm që gjendet praktikisht kudo. Sheqeri I shtuar. Imagjinoni pak një zjarr të vogël që digjet vazhdimisht brenda kyçeve. Dhe ky zjarr ushqehet nga sheqeri që konsumojmë. Ky është një sulm I heshtur, I ngadalt, që shkakton dëme graduale, ditë pas dite. Në rregull, por si ndodh kjo konkretisht? Si arrin sheqeri ta ndezë këtë zjarr inflamator? Le të futemi pak më thellë brenda trupit për të parë mekanizmat biologjik që aktivizohen sa herë që ham diçka të ëmbël. E po, brenda trupit ton ka disa proteina të vogla që quhen citokina. Mendojeni si çelësa ndezur dhe fikur për inflamacionin. Problemi është se sheqeri ka një aftësi të pabesueshme për ta shtypur vazhdimisht çelësin ndezur. Dhe ja si ndodh reaksioni zinxhir. Sa po konsumohet sheqer, çlirohet një valë sinjalesh kimike proinflamatore. Këto sinjale, le të themi, e alarmojnë gabimisht sistemin imunitar. Dhe si përgjigjet ai, duke sulmuar kyçet, duke shkaktuar dhimbje, ojtje dhe atë ndjesinë e ngurtësisë. Këtu gjërat bëhen edhe më serioze. Nuk bëhet fjalë vetëm për inflamacionin. Kur qelizat tona bëhen, si thuaç, shurdhe ndaj sinjalit të insulinës, aftësia e trupit për të riparuar kërtësinë dëmtohet të rënd. Në thelb, jo vetëm që po I dëmtojmë kyçet, por edhe po I pengojmë të shërohen. Dhe duhet pasur kujdes, sepse jo të gjithë sheqernat sulmojnë njësoj. Glukoza, për shembull, vepron përmes insulinës, duke e gërryer drejt për drejt kërtësin, ndërkohë fruktoza ka një plan tjetër. Ajo mund të shkaktojë formimin e kristaleve të mprehta të acidit urik në kyçe, duke çuar në atë dhimbjen e tmerrshme të gutës. Tani, kjo nuk është thjesht një teori apo një ide. Prova është tek të dhënat. Le t'u hedhim një sy se çfarë zbulojnë studimet shkencore për këtë lidhje kaq të rrezikshme. Një studim masiv afatgjat I quajtur Nurses Health Study zbuloi diçka vërtet ronditse. Gratë që pinin vetëm një pije të gazuar me sheqer në ditë kishin një rrezik plot 63% më të lartë për të zhvilluar artrit reumatoid. Po, 63%. Ky nuk është as pak një rrezik I vogël. Dhe pjesa më interesante, I njëjti studim nuk gjeti absolutisht asnjë lidhje me pije dietike. Kjo tregon shumë qartë se fajtori nuk është pija në vetvete, por është pikërisht sheqeri. Shikojini pak të grafik. Diferenca është e qartë si kristali. Lidhja është e drejtë për drejtë. Sa më shumë pije me sheqer të konsumohen, aq më I lartë ngjitet rreziku për këtë sëmundje autoimune kaq të dhimbshme. Por fruktoza shton edhe një problem tjetër. Kërkimet tregojnë se ajo vepron si një lloj trajneri për sistemin ton imunitar, duke e bërë atë tepër agresiv. Në thelb, e bën gati për të sulmuar edhe kur nuk ka kërcënim real, duke krijuar kështu inflamacion të panevojshëm. Pra, lajmi I keq është që sheqeri po I sulmon kyçet. Po lajmi I mirë është se kemi një armë tepër të fuqishme për të kundërpërgjigjur, ushqimin. Le të flasim pak për një strategji anti-inflamatore. Strategjia është e dyfisht. Së pari, shtojmë ushqime që veprojnë si zjarfikës për inflamacionin. Për shembull, acidet yndyrore omega-3 të salmonit apo antioksidantët e fuqishëm të qershit. Të gjitha këto ndihmojnë për të qetësuar sistemin imunitar dhe për të ulur dhimbjen. Dhe së dyti, që ndoshta është pjesa më e vështirë, duhet kalojmë në mbrojtje. Kjo do të thotë të bëhemi si detektiv të etiketave ushqimore. Të gjejmë sheqernat e fshehura, të cilat gjenden në vende krejt të papritura, si salsat e sallatave, koset me fruta apo edhe tek buka. Në fundit, kuptimi I kësaj lidhje na jep një fuqi të jashtëzakonshme, sepse ushqimi nuk është thjesht karburant, ai është një sër udhëzimesh që I dërgojmë trupit ton çdo ditë. Kyçet po dërgojnë një mesazh. Pyetja e vërtetë është, çfarë udhëzimesh po u kthen mbrapsht dieta jon? Udhëzime për shërim apo për më shumë inflamacion?